Qeveria do të subvencionojë transportin publik për të përballuar rritjen e çmimeve të karburanteve. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi dhe Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, zhvilluan në Tiranë një tryezë me përfaqësues të shoqatave të transportit urban dhe interurban, ku në fokus ishte situata e krijuar nga rritja e çmimeve të karburanteve. Gjatë takimit u diskutuan vështirësitë me të cilat po përballet sektori i transportit, ndërsa përfaqësuesit e operatorëve paraqitën shqetësimet mbi kostot e rritura dhe ndikimin e tyre në ofrimin e shërbimit për qytetarët. Sipas përfaqësuesve të shoqatës në takim është rënë dakord që të shqyrtohet një skemë subvencionimi për karburantin 50 lekë për litër. Nga sot, operatorët pritet të vijojnë punën me kapacitet të plotë, duke garantuar rikthimin e shërbimit të rregullt për qytetarët. Ndërkohë javën e ardhshme pritet të mbrahet një tjetër takim ku do të diskutohet për kërkesat e tjera ekonomike përfshirë TVSH-n apo akcizën. 2 ditë më parë, Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas dhe Shoqata e Transportit Urban dhe Interurban vendosën që si pasojë e rritjes së çmimit të naftës dhe mosmarrjen e masave nga qeveria për subvencionim të reduktonin me 40% flotën e autobusëve, duke shkaktuar kështu fluks të shtuar të qytetarëve në stacionet e urbanëve.